Pri edhe një mandat bashkimi të sindikatave të pavarura të Kosovës. Na pret marrëveshja përgjithshme e kolektive që është shumë e rëndësishme, na presin edhe shumë punë tjera që i kemi në arenën ndërkombëtare, sepse tash ne jemi pjesë e Këshillit Ekonomiko-Social Evropian, i cili institucion është shumë i rëndësishëm sepse Kosova mund ta fiton statutin, domethënë edhe me përkrahjen e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ne këtë vend e dojmë, ne duhet të punojmë, po fillimisht po them se duhet të bëjmë një dialog social dhe shumë sinqert në Kosovë, më pastaj të vazhdojmë me rrugë tjera që i kemi. Pjesë të kongresit të 9 zgjedhor ishin edhe përfaqësues të sindikatave të tjera nga vendi e rajoni. Dialogu që na forcon ka rëndësi thelbësore. Dialogu ndërmjet sindikatave dhe punëdhënësve është me rëndësi themelore, sepse mundeson arritjen e kompromiseve që përfitojnë e gjithë ekonomia dhe shoqëria. Por këtë shtetet e BE-s kanë përfshirë dialogun social në traktatin e BE-s 30 vjet më parë. Forca një kombi nuk matet vetëm me ushtrinë e tij, as me ekonominë. Forca një kombi matet me mënyrën se si trajton punëtorët dhe qytetarët e vet. Kur respektohet puna, lullëzon familja, kur mbrohet punëtori, forcohet shteti, kur dëgjohet zëri sindikatave, forcohet demokracia, dhe kur shqiptarët bashkohen për drejtësi sociale, nuk ka sfidë që nuk ka përcehet. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti u zotua për politika qeveritare drejt ndërtimit të një tregu pune më dinjitoz për të gjithë. Shteti ynë po kalon një fazë të rëndësishme të konsolidimit ekonomik dhe institucional, dhe në këtë proces punëtorët mbeten shtylla kryesore e zhvillimit të vendit. Prandaj politikat tona janë të orientuara drejt ndërtimit të një tregu pune më të drejtë dhe më dinjitoz për të gjithë. Gjatë punimeve të kongresit, delegatët diskutuan për raportin financiar, zhvillimet në fushën e dialogut social, si dhe mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve.